Ju si e shikoni reagimin në këtë rast të kryeministit Edi Rama, i cili ditën e sotme ka mbledhur edhe grupin parlamentar në raport me Belinda Ballukun, ku ka edhe një lëvizje të atill teksa shihet që vetë kryeministri dhe vetë mazhoranca mund godasë SPAK-un dhe mund të ndërhyjë në legjislacion në këtë rast për të goditur reformën drejtësi. Pyetja me shumë e vend, por dua të bëj vetëm thjesht disa parashtresa dhe të rikujtojmë për shkak se njerëzit kanë hallet e tyre, lajmi të zgjat 3 ditë dhe harrohet gjithçka. Ne së bashku këtu kemi thënë para disa kohësh që Rama do ta përcjell Belinda Ballukun, por me procedurë. Por duhet kemi parasysh procedura zgjat. Procedura nuk është ajo që ne themi u vendos, por procedura kërkon interpretim. Zoti Rama u bë viktim përsëri me ndihmën e prokurorit të SPAK-ut Prençi. Pse zoti Rama u bë viktim? Sepse pikrisht zoti Prençi luajti politikisht. Në tetor e mori të pandehur zonjën Balluku me akuzën e tenderimit. Kundërkohë, ajo mund të akuzohet për akuzat të tjera më të rënda, po jo një akuzë e cila dënosh në maksimumin 5 vite. Një kjo, 2. Për sa i përket pjesës së lojës së dytë, zoti Prençi vajti dhe kërkoi pezullim nga detyrat e zonjës së Ballukut, me argumentimin që po të kërkoja heqjen e imunitetit, nuk do ma jepte për shkak se Partia Socialiste ka 83 mandate. Shtrohet pyetja, po tani ky pse kërkon heqje imunitetin ndaj zonjës Balluku? Po kur ky shkoi dhe pezulloi Ballukun dhe gjykata aprovoi, pse ky shkon atje dhe ndërkohë nuk heq dorë nga kërkesa ku gjykata kushtetuese ja pezulloi? Në fakt unë lëvizjen e SPAK-ut e kam parë si një lëvizje taktike mjaft të zgjuar, sepse nëse do të kërkonte fillimisht direkt heqjen e imunitetit për t'i hapur më pas rrugën e arrestimit të saj, gjithçka do kthehej në një zhurmë politike ku kuptohet mazhoranca nuk do ta linte SPAK-un që të vepronte dhe nuk do t'ja hiqte imunitetit, duke qenë se ka 83 vota në kuvend. 86 ka, tash edhe Tom Dosh 86 ka, po, çallike. Po marrin pjesën zyrtare dhe pjesa e pezullimit mu duk një lëvizje e zgjuar. Në këtë rast SPAK-u ishte loja që unë Oram po të kujtoj që mund edhe të pezulloj edhe ty. Po derisa unë nuk pezulloj ty, po përshkoj të kjo tjetra, ti merri masat edhe të bën dyshime kuadrit ligjor, sepse unë do vi edhe ty, po ti ndryshoj shpejt. Pra ti mendon se gjithçka ka ndodhur brenda një skeme të atill si nga ana e SPAK-ut, ashtu edhe në raport me Edi Ramën dhe Belinda Ballukun? Po patjetër, sepse ne duhet jemi koherent në atë që themi, nuk mund të ndryshojmë ne qasin ton sepse shkoi një prokuror i fuqishëm i plepave një dhe shkoi aty dhe po çfarë po bëjnë këta? Nuk po punojnë seriozisht tani, sepse nuk mund të ndërmarrësh skema të tilla që bën sikur. Në Republikën e Shqipërisë janë prokurorët 20 shenjtorët e SPAK-ut. Ata shenjtor janë shenjtorët më të mirë. Pse? Se ata tallen me ne dhe ne presim arrestimin e fundit. Zoti Prençi e ka ndihmuar zotin Rama. Zoti Rama është ndaj ti bërxhli, sepse ai thot, do ta shkojmë si praktik, do shikosh që gjykata kushtetuese për shkak të rrethanave të manastirëve dhe jashtetit, që ndërhyjnë, e nësa manastire që janë jashtetit, edhe ndërhyjnë këtu brenda. Mirë, i këtë rruga Kavajës janë bloka, tu janë gjitha blokë, dhe që ndodhë? I thot ai, po ta bëj unë, këta do ndikojnë atje, ty do goditesh me gjykatën kushtetuese, do bësh lojën që kjo tjetra dhe të gjithë tjerë të kuptojnë që nuk shitem,
Dhe në fund fare të shkosh të bësh ndryshime ligjore. Të qepësh kostumin ashtu si do. E qep ai kostumin si do, shko bën edhe ndryshime kushtetuese dhe pastaj Rama është i mbrojtur edhe me imunitet ose ka 83, edhe me mbrojtje për pezullimin që nuk do pezullohet kryeministri sepse ky do bëjë ndryshime. Zoti Prençi, faleminderit. Kështu duhet të jetë titulli jot. Zoti Prençi, faleminderit nga Edi Rama me mendim të Gylsenit. Pra, shumë e thjesht kjo, nuk e kuptoj pse ju mendoni që kjo është drejtësia e pavarur e paanshme, këta do bëjnë namin, këta do ndryshojnë qeverinë, këta do marrin vetë pushtetin pra për spaku, më kupton? Të lutem, do futemi në seriozitetin e dur, sepse pikërisht keni harruar edhe një faktor tjetër. Faktorin më të rëndësishëm që është gjykata e lartë. E keni harruar, asnjë se përmend gjykatën e lartë. Po, nuk përmendën në fakt. Po tani, zonja Balluku besoj se ka bërë rekursin në gjykatën e lartë. Dhe vetë ligji i gjykatës së lartë thotë që në kodin e procedurës penale e thotë qartësi që në rast se palët kanë ndonjë pretendim mbi ligjin, që në rastin konkret kemi pretendim për ligjin në 242 kodit të procedurës penale në raport me mandatin e deputetit dhe mandatin e ministrit, dhe ndarjen e pushteteve po do ta vendosin patjetër në një shtat të kushtetutës, kërkoj që kolegji penal i partisë, kolegji penal, kolegji politik, se ngatrohem, do të marrë në shqyrtim të bëjë një praktik gjyqësore, të marrë të interpretoj ligjin. Pse duhet të interpretoj ligjin? Se pikërisht gjykata e lartë, për shkak se është sistemi të drejtësisë, është interpretuese e ligjit. Dakor, po të ndalemi një moment tek pjesa e spakut ku prokurori i spakut Dritan Premçi gjykatën kushtetuese bëri namin duke thënë që Belinda Balluku mund të prish provat, mund të intimidojë dëshmitarët, mund të krijojë rregullat pa barabarta për operatorët ekonomik në treg, madje edhe mund të zhduket nga vendi. Po kemi ndalim jashtë shtetit tani, si mund të jetë akuzosh dikë, mirë ti je ndjekja penale, po nuk je personi që merr në përgojë gjithë lagjen. Këto janë fjalët e tij. Këto janë fjalët e tij gjykatën kushtetuese në Po tani kemi të rrim pak serioz tani. Si më duket si ata të KLP-s kur pyeten atje do pish kafe me mua? Kupton tani pyetje? Pa vend? E kupton? Ata duhet t'i thënë, o zotëri, ke vendime gjyqësore të cilët punontatët ta kanë vlerësuar, po, mi sill. Ke dështuar, po mi sill ti shikoj ti lexoj ose ti gjën vet. Prandaj, qëndrimi një prokurorit që bën ndjekjen penale nuk do vi të thotë aty na fal, kemi gabuar. Një prokuror kur vjen në gjykatë ose ku shkon në një institucion, si puna e gjykatës kushtetuese, apo të gjykatave të zakonshme të posaçme, thotë o vlla, futem burgat e as më intereson mua për të drejtë, a kupton? Prokurorit i ndalon kjo te kodi penal dhe kodi procedurës penale, këtu i ndalon. Vetëm po patin ai kështu në lëvizje këtu te flokët, që bëhet një lëvizje kështu, edhe kap flokët në njëra me tjetrën, e kupton? Edhe i pastron kështu. Atëre prokurori fillon edhe ndryshon. Mund të shkojë edhe pak më lart te kovendat, mund të shkojë më lart te kushtetuta, e kupton, sepse lëviza, kupton, prokurori Trureti, pa ka një kështu hapje, edhe ku hap, bë kështu, hap, edhe ec lart. Prandaj po i them që avokat, të ndalemi pak te vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili ishte një vendim 4-4, gjë e cila gjë e cila ka lënë shumë vend për interpretime, për paragjykime etj me radhë, se si institucion i tillë kushtetues mund të marrë një vendim të tillë. Ju si e lexoni në këtë rast vendimi i gjykatës kushtetuese në raport me pezullimin e Belinda Ballukut? Më falni, gjykata kushtetuese u fut në lojën e dur, në shinën e dur.
Gjykata kushtetuese nuk doli kurrë nga linja e vet. Linja e qëndrueshmërisë përpara nderit dhe përpara reputacionit të partisë. Do thot dikush, po çfarë thuare? Ajo s'dol në vendimarrje. Po se pikrisht mos dalë në vendimarrje i jep Ramës mundësi që të dalë në publik dhe të thot, kjo reform, ashtu siç ka dalë, kjo reform kërkon dyshime. Më fal, edhe unë them, po jam dakord Edvin Rama që kuptove që po kjo reform ishte skandaloze. Po jam dakord që duhet ndryshime. Jam dakord me Komisionin Xhafa. Po me parakusht që kësaj të radhe nuk do vendosësh asnjë manastir kombëtar dhe ndërkombëtar të futet në lojën e brendshme dhe asnjë manastir ndërkombëtar të na japin ne ekspertizë që dështoj totalisht reforma në drejtësi që populli pret nga 15 vite na për gjykata, nga këto maskarejt dhe këto mashtrus.